Pas vdekjes së një 23 vjeçare në ish spitalin e traumave në Tiranë, ku ishte transportuar një ditë më parë nga mjekët e spitalit të Beratit, prokuroria nis procedimin penal për shpërdorim detyre dhe mosskallëzim krimi për mjekun dhe infermierën e turnit në repartin e urgjencës në Berat. Ngjarja e rëndë ka ndodhur 3 ditë më parë kur 3 të rinj pas një sherrri për motive të dobta janë rrahur dhe goditur me dru me njëri tjetrin. Sipas së goditjeve, Mariglen Sadiku ka përfunduar në urgjencën e spitalit të Beratit në gjendje të rëndë dhe me goditje dhe hematoma në kokë. Mjeku i urgjencës Ardian Hysi mësohet se i ka dhënë ndihmën e parë të plagosurit dhe më pas është bërë nisja e tij drejt Tiranës, ku i riu ka ndëruar jetë. Sipas burimeve zyrtare të policisë, dyshohet se mjeku dhe infermieria kanë kryer mjekim të pakujdesshëm, ndërkohë që për këtë rast nuk është njoftuar policia. Kur këta të fundit janë sinjalizuar për ngjarjen, menjëherë kanë bllokuar kartelën mjekësore të riut që ndërroi jetë për të verifikuar nëse është vendosur në të edhe sëmundja që ai ka pasur, hemofilia, gjë e cila është konstatuar më pas nga familjarët në Tiranë dhe sëmundje e cila nuk dihet nëse është marrë parasysh nga mjeku dhe infermierja e spitalit të Beratit. Pas informimit për ngjarjen, policia ka prangosur 2 të rinj që kanë rrahur dhe goditur me dru viktimën, Artan Myftarin për plagosje të rënd me dashje dhe Bardyl Kapinovën për mosskallëzim krimi. Ndërkohë është përgatitur dhe është përcjell në prokurorinë e rrethit dosja për mjekun Ardian Hysi dhe infermierën Drita Hima, që akuzohen për shpërdorim detyre dhe mosnjoftim të policisë për krimin e kryer. Ata po procedohen në gjendje të lirë.